إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humb, ndërsa atë që e humbi nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut vetëm pa ortak, po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me librin e Sheikhut e Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Vlerat e Islamit, me shpjegimin e shehut ton të nderuar Sheikh Salih Al-Fuzanit, Allahu e ruaj. Në mësimin e kaluar folëm për temën që ka ardhur në lidhje me ato gjëra që të nxjerrin nga përkatësia e Islamit. Edhe këtu thjesht sa për sqarim që mos ketë keq kuptime në lidhje me këtë temë, jo çdo gjë që përmendet në këtë temë janë prej gjërave që të nxjerrin jashtë Islamit. Por se ka gjëra të cilat bien ndesh me Islamin, futen tek gjunahet e mëdha, por se ka edhe gjëra të cilat përmenden gjatë kësaj teme, por se që të nxjerrin prej Islamit. Pra jo çdo gjë që përmendet në këtë temë konsiderohet që të nxjerr jashtë fesë islame. Dhe ne përmendëm ajetin kuranor, ku Allahu subhanahu wa taala thotë: Huwa sammakumul muslimina min qabl, ai ju ka quajtur musliman më parë. Wa fi hadha, pra në librat e mëparshëm, edhe në këtë libër, pra në librin e Kuranit. Pastaj përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: Amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin. Ju urdhëroj për 5 gjëra, Allahu më ka urdhëruar për to. E para është as-sam'u wa ta'a, dëgjimi dhe bindja ndaj prisit. Gjihadi në rrugt të Allahut, al-jihadu wal-hijratu wal-jama'a. Hijreti dhe xhamati, pra që ti mbërbahesh, që muslimanit i përmbahen xhamatit të muslimanëve. Fa innahu man khalafa al-jama'a qida shibrin faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi illa an yarji'. Pasi ai që e kundërshton xhamatin e muslimanëve, qoftë sa një plomb, atëherë ai e ka hequr lidhjen e Islamit prej qafës së tij, përveç se nëse kthehet, pra nëse pendohet. Wa man da'a bi da'wa al-jahiliya fa innahu min jutha jahannam, ndërsa ai që thret me thirrje të ignorancës është prej gjunjëzurve të zjarrit të xhehenemit. Kjo është pjesa tek e cilën u ndalëm dhe që ne do të vazhdojmë me lejen e Allahut që ta trajtojmë sot. Pra, thot wa man da'a bi da'wa al-jahiliya, ai që thret me thirrje të ignorancës, atëherë fa innahu min jutha jahannam, ai është prej të gjunjëzurve të zjarrit të xhehenemit. Thot Sheikh Salih Al-Fuzan, Allahu ruaj, duke komentuar dhe duke shpjeguar në lidhje me këtë, thot ajo që është obligim për muslimanin është që të distancohet dhe të largohet nga çështjet e ignorancës. Pra, çështjet që nuk kanë lidhje me Islamin, apo që bien ndesh me Islamin, janë konsideruar prej çështjeve të ignorancës. Dhe të mos përngjasoj me njerëzit e ignorancës, sepse ignoranca është kufër dhe humbje, devijim. Që kështu ai nuk duhet ketë moralin e keq të njerëzve të ignorancës. Pasi ignoranca është periudha që ishte para ardhjes dhe zbritjes së shpalljes pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj që atë person që e shtyn krenaria fisnore dhe fanatizmi
i tij ndaj fisit të tij për të kundërshtuar dhe për të ndarë nga xhamati i muslimanëve, atëherë ai ka një cilësi prej cilësive të ignorancës. Pra këta ishin gjëra cilët ishin kohën e ignorancës, ndërsa bashkimi është ajo që i përket fesë tonë islame. Pra kjo është ignoranca. Pastaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi, i zbriti shpallja dhe u dërgu, atëherë ignoranca e përgjithshme u zhduk dhe u largu. Erdhi dija, erdhi Kurani dhe Suneti, dhe kështu ignoranca e përgjithshme u zhduk dhe u largu dhe lavdrimi takon vetëm Allahut azza wa jall. Mirë po, mund të mbeten disa cilësi të ignorancës tek disa individ dhe persona, ose mund të mbeten tek disa shtete dhe vende, ose tek disa fise. Pas ignoranca e përgjithshme, thot shehu, është largu dhe është duk. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë thot? Arba'un fi ummati min amri al-jahiliya la yatrukunahun. 4 cilësi në umetin tim janë prej çështjeve të ignorancës, ata nuk do t'i lënë ata. Kush janë? Al-fakhru bil ahsab. Të lavdruarit apo krenaria me prejardhjen fisnike. Me prejardhjen fisnike që ka dikush. E dyta është sharja e prejardhjes së dikujt. Pra ai nuk është se ka ndonjë prejardhje fisnike, mund të ketë një prejardhje të zakonshme nga njerëz të zakonshëm, atëherë çfarë ndodh? Pra sharja e prejardhjes, ata e shajnë nga prejardhja që ka. Pastaj është al-istisqa'u bin nujum, kërkimi i zbritjes së shiut nga yjet. Dhe e katërta, vajtimi për të vdekurin. An-niyahatu 'ala al-mayyit. Pra këta janë 4 cilësitë kohës së ignorancës që ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk do t'i lënë. Prandaj kushdo që bën diçka prej këtyre cilësive, atëherë ai ka vepruar diçka prej çështjeve të ignorancës. Domethënë, ky njeri ka cilësi të ignorancës. Prandaj kur njëri prej sahabëve e ofendoi njërin prej vëllezërve të tij musliman për shkak të nënës së tij dhe i tha ibn sauda, o biri të zezës. Pra nëna e tij ishte zezake, ose ishte domethënë me ngjyrë të zezë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha a'ayyartahu bi ummi, a ofendova atë për shkak të nënës së tij? Innaka mru'un fika jahiliya, më të vërtetë ti je njeri që ke ignorancë. Pra thot shehu, ke cilësi prej cilësive të ignorancës. Tek ti ka mbet cilësi prej cilësive të ignorancës. Pra, të lavdruarit apo krenaria me prejardhjen fisnike, sharja e prejardhjes së dikujt, kërkimi i zbritjes së shiut nga yjet dhe vajtimi për të vdekurin, që të gjitha këto janë prej çështjeve të ignorancës dhe nuk janë prej çështjeve të islamit. Pra, islami ka qortuar dhe ka paralajmëruar ndaj këtyre. Prandaj obligohet për muslimanët që t'i lënë dhe t'i braktisin këto gjëra, po ashtu edhe fanatizmi fisnor, pra që njeriu të bëhet fanatik pas fisit vet. Kjo për shkak se muslimanët janë një trup i vetëm, s'do të kenë fanatizëm ndaj fisit. Janë një trup i vetëm, nuk ka dallim midis muslimanit, pra midis një muslimani dhe një muslimani tjetër, dhe nuk bëhet dallim midis tyre për shkak të prejardhjes jo fisnike apo për shkak të prejardhjes fisnike. Që të gjithë janë musliman, që të gjithë janë një dorë vetme dhe një ndërtesë vetme. Dhe prejardhja apo nderi i tyre është një. Prandaj që nuk duhet askush që të tregohet fanatik ndaj fisit të vet, apo ndaj liderit apo kryetarit të vet, apo ndaj shejhut të tij, apo ndaj hoxhës së tij, siç ndodh edhe në trojet tona.
Dikush bëhet fanatik mbas hoxhës. Po e tha hoxha mbaroi, s'ka fjalë tjetër. Pra këta janë prej cilësive të kohës së ignorancës. Ndërsa besimtari është ai i cili kthehet tek e vërteta, kudo qoftë ajo e vërtetë. Dhe e pranon të vërtetën me çdo qoftë ajo e vërtetë dhe i nënshtrohet vërtetës. Qoftë e vërteta me liderin apo kryetarin e tij, apo me fisin e tij, apo me xhamatin e tij, apo me dikë tjetër prej muslimanëve. Pra kudo që të jetë e vërteta, ai pranon të vërtetën dhe shkon ndjek të vërtetën. Ndaj në një prej betejave që muslimanët morën në atë kohë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjatë kthimit, dy persona u grindën me njëri tjetrin. U zun me njëri tjetrin, njëri prej ensarëve dhe tjetri prej muhaxhirëve. Pra ato u goditën me njëri tjetrin, derisa muhaxhiri tha: "O ju muhaxhir, pra thirri palën e vet." Ndërsa ensari thirri: "O ju ensar", edhe ai thirri palën e vet. Pra kjo ishte thirrje prej thirrjeve fanatike që përkisin kohës së ignorancës. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dëgjoi, tha: "Abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum, da'uha fa innaha muntina." Tha: "A me thirrje të kohës së ignorancës vazhdoni të thirreni, ndërkohë që unë jam në mesin tuaj, lëreni dhe braktisin atë se me të vërtetë ajo është e fllihur, është e qelbër." Muntina në arabisht do thotë që i vjen shumë e rëndë. Lëreni atë, tha, se ajo është e neveritshme dhe e qelbër. Prandaj thotë shehu, nuk lejohet për njeriu që të bëhet fanatik pas fisit vet, apo që t'i dalë për krah fisit vet në veçanti, por se duhet i dalë krah muslimanëve në përgjithësi, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka llogaritur këtë thirrje prej çështjeve të ignorancës. Prandaj Allahu azza wa jall u thot grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula." Dhe mos u zhvishni si zhveshja e ignorancës së parë. Më përpara në kohën e ignorancës zhvisheshin kur bonin tawafin. Allahu i ndaloi: "Mos u zhvishni si zhveshja e ignorancës së parë." Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliya." Ata mendojnë për Allahun mendim jo të vërtetë, mendimet të ignorancës. Dhe në një prej tefsirëve thuhet që mendonin që Allahu nuk do ta ndihmojë pejgamberin e tij. Pra mendonin, thot, mendimet të ignorancës. Pastaj thot Allahu azza wa jall: "Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyata al-jahiliya." Për kujtoni kur ata që nuk besonin futën në zemrat e tyre fanatizmin e ignorancës. Po ashtu në këtë fësirën e këtij ajeti tregohet se kur u bë marrëveshja e Hudejbijes, nuk pranoi pra ai që kisha ardhur si përfaqësues i Kurejshve që të nënshkruante marrëveshjen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk pranoi që në letër të shkruhej Bismillahirrahmanirrahim. As nuk pranoi që të thuhej që Muhamedi është i dërguari i Allahut. Madje nuk pranuan që ata të futen atë vit që të bënin haxhin në Mekë, sepse e konsideroheshin si diçka të turpshme. Arabët do të fillojnë të flasin që këto u futën, si thush, me pahir, pa dëshirën e Kurejshve në Mekë, edhe kjo ishte turp për Kurejshët. Pra, thot përkujtoni kur ata që nuk besonin futën në zemrat e tyre fanatizmin. Pra këto gjëra që ato i kishin, nuk i pranun, ishe fanatizmin e ignorancës. Pra ishe fanatizëm që i përkiste kohës e ignorancës, nuk ishin për Islamin. Hamiyetul jahiliya, thot fanatizmi i ignorancës, zhveshja e ignorancës,
thirrje të ignorancës dhe nacionalizmi arab dhe gjykimi i ignorancës. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, afa hukma al-jahiliyyati yabghun, valla gjykimin e ignorancës ato kërkojnë dhe dëshirojnë, pra që të gjitha janë të refuzuar, to që përmenda. Ne muslimanët, neve Allahu na ka ngrit dhe na ka lartësuar me islam. Ashtu sikur se ka thënë prisi besimtarve Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu an, ka thënë nahnu ummatun a'azzana Allahu bil Islam, ne jemi ummet që na ka ngrit dhe na ka krenu Allahu me islam. Fa mahma btaghayna al-izzata bighayrihi adhallana Allah. Edhe thot, sado që ne ta kërkojmë, thot, krenarin në diçka tjetër përveç islamit, atëherë Allahu do të na poshtroj. Pra, krenaria arrihet vetëm me islam. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun. Vetëm Allahut i takon krenaria, madhështia të dërguarit të tij dhe besimtarve, mirë po hipokritët nuk dinë. Pra, krenaria dhe madhështia i takon vetëm Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarve. Pra, këto që përmendëm më lart janë çështje të ignorancës, prandaj që obligohet që ato të refuzohen, të lihen dhe të braktisen dhe njeriu të largohet prej tyre. Dhe Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, sikur se e dini, ka një broshurë të vogël të quajtur Masailul Jahiliya, çështje të ignorancës. Dhe aty ka përmendur shumë çështje që i përkasin çështjeve të ignorancës. Dhe këtë broshurë e ka shkruar me qëllim që të paralajmërojë nga këto çështje. Pra, në këtë broshurë ka më shumë se 100 apo 120 e sa çështje që i përkasin çështjeve të ignorancës. Prandaj obligohet për muslimanin që të largohet prej tyre dhe të largohet dhe prej gjërave të tjera që janë prej çështjeve të ignorancës. Prandaj thot, wa man da'a bi da'wa al-jahiliya, dhe ai që thret me thirrje të ignorancës, më të vërtetë ai është min jutha jahannam, prej të gjunjëzuarve në zjarrin e xhehenemit. Pra, kjo është kërcënim dhe paralajmërim shumë i rëndë, sepse ai bëhet prej banorëve të zjarrit për shkak se ka thirrur me thirrje të ignorancës. Prandaj obligohet për muslimanin që të thrasi me islam dhe jo me thirrje të ignorancës. Pastaj vazhdon hadithi dhe tha një burr, o i dërguari i Allahut, edhe nëse ai falet dhe agjeron, pejgamberi alayhis salam i thot edhe nëse falet dhe agjeron. Prandaj thirrni me thirrje të Allahut, i cili ju ka quajtur musliman dhe besimtar robër të Allahut. Pra, ai do të jetë prej të një gjunjëzuarve, prej banorëve të zjarrit të xhehenemit që do të futen të gjunjëzuar, edhe nëse falet dhe agjeron. Do me thënë, ai do të dënohet për shkak të kësaj cilësie. Besimtari ndodh që të dënohet dhe të futet në zjarr, edhe pse ai nuk ka bërë kufër që të nxjerr prej feje. Pasi ai mund të dënohet për shkak të ndonjë gjunahu të madh në zjarrin e xhehenemit dhe mund të dalë pasi që ta shlyejë atë. Pra, kjo është sa i përket kësaj pjese. Pastaj Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabi thot, dhe në Sahihun e Bukharit po ashtu ka ardhur transmetimi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, man faraqa al-jama'a qida shibrin famata famitatun jahiliya. Kush ndahet dhe veçohet nga xhamati, qoftë edhe sa një pëllëmb dhe vdes, atëherë ai ka vdekur me vdekje të ignorancës. Thot Sheikh Fauzani Allahu rujt, po ashtu edhe ky hadith është nxitës që muslimanit i përmbahet xhamatit dhe të mos veçohet prej tyre. Man faraqa al-jama'a qida shibrin, kush ndahet nga xhamati qoftë edhe një pëllëmb.
do më thënë qoftë edhe pak fare, atë e kap ky kërcënim. Dhe vdes duke qenë në këtë gjendje dhe nuk pendohet. Ama nëse ai pendohet, atij i jepet mundësia, pra një njeriu i tillë i jepet mundësia që ai të kthehet, pra një njeriu i cili është sprovu me anomali apo me dalje nga normat, që është sprovu duke kundërshtuar xhamatin, i jepet mundësia që të pendohet para se të vdesi. Ndërsa nëse ai vdes para se të pendohet, atëherë nëse vdes ka vdekur me një vdekje të ignorancës. Do më thënë, vdes duke pas një cilësi prej cilësive të ignorancës, thot shehu, Allahu nderoft. Thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft. Po ashtu transmetohet po tek Buhari se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum, ama thirrjet e ignorancës vazhdoni ndërkohë që unë jam në mesin tuaj. Thot Sheikh Fuzani, Allahu rujt. Pra kjo është në tregimin që u përmend pak më lart, ku në një prej betejave që zhvilluan muslimanët, dy persona u grindën me njëri tjetrin, një prej muhaxhirëve dhe një prej ensarëve. Dhe çdo njëri prej tyre i thirrri xhamatin e vet. Prandaj që muhaxhiri thirrri pra muhaxhirinat dhe ensari thirrri ensarët. Dhe kjo është prej thirrjeve të ignorancës. Ata ishin musliman dhe nuk lejohet pra që të thrasin me thirrje të ignorancës. Pastaj thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, wa qala Abu al-Abbas, dhe ka thënë Abu al-Abbasi, ka për qëllim Sheikhul Islam ibn Taymija. Ka thënë Abu al-Abbasi, çdo gjë që del nga thirrja e Islamit dhe e Kur'anit, qoftë kjo thirrje për prejardhjen, qoftë kjo thirrje për vendin e tij, pra thirrje fanatizmi për prejardhjen apo për vendin e tij, apo për racën, apo për medhhebin, apo për tarikatin, atëherë ajo është prej thirrjeve të ignorancës. Pra çdo gjë që del jashtë thirrjes islame dhe të Kuranit, që të gjitha këto futen tek thirrjet e ignorancës. Thot Sheikh Fuzani, Allahu rujt, duke komentuar shpjegu fjalën e Sheikhul Islam ibn Taymija, ka thënë Abu al-Abbas, Sheikhul Islam ibn Taymija, Allahu mëshiroft, duke sqaruar se çfarë është ignoranca. Ignoranca është çdo gjë që del nga Islami dhe Kurani. Prandaj obligohet për muslimanin që t'i përkatësohet Islamit dhe Kuranit, dhe jo t'i përkatësohet fisit, apo vendit, apo diçka e tjetër në aspektin e fanatizmit dhe të krenarisë. Prandaj që nuk lejohet që njeriu të krenohet me fisin, por se duhet të krenohet me Islamin. As të krenohet me vendin e tij, për shkak se vendet e muslimanëve janë të gjitha njësoj, nuk kanë dallim nga njëra tjetra, apo nuk kanë dallim mbi njëra tjetrën, përveç atyre vendeve të cilat i ka veçu edhe i ka dallu Allahu subhanahu wa ta'ala, sikur është Mekka dhe Medinja. Ndërsa pjesa tjetër e vendeve të muslimanëve që të gjitha janë njësoj, qofshin ato në perëndim apo në lindje. Po ashtu, muslimani nuk matet me prejardhjen e tij apo me vendin dhe racën. Dhe thot për shembull që unë jam arab ndërsa ti je i huaj. Kjo nuk lejohet, thot shehu. Për aq kohë sa ai tjetri është musliman, ai është vllai jot. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot innamal mu'minuna ikhwa. Më të vërtet besimtarët janë vëllezër. Pra qofshin ata arab apo të huaj, qofshin xhin apo njerëz, që të gjithë janë vëllezër për shkak të besimit dhe të Islamit. Pastaj thot, apo qof thirrje për medhhebin, thirrje për një medhheb prej medhhebeve të dietarëve, sikurse është medhhebi Hanefi,
madhhebi Maliki, Shafi'i, Hanbali dhe madhhebi Dhahiri e tjerëve të tyre. Nuk lejohet që njeriu të bëhet fanatik mbas tyre, por se duhet të marrë dhe të ndjekë argumentin. Ajo që pajtohet dhe bie, si thosh, përputhet me argumentin, neve e marrim. Dhe kur ka argument, qoftë ajo fjala e imamit ton apo e ndonjë imami tjetër, neve e morim atë, pasi që të gjithë dietarët janë imamllar dhe lavdrimi i takon Allahut. Pra, të gjithë dietarët e ehli sunnetit janë imamllar. Qoftë Abu Hanifja, i cili quhet imami jon, Imam Shafi'iu, apo Imam Malik, apo Imam Ahmedi, që të gjithë janë imamllarët tanë. Dhe ne nuk bëjmë dallim midis tyre, që të themi unë jam Hanefi, ti je Hanbali, apo ti je ashtu dhe ti je kështu. Ne pasojmë argumentin. Dhe nëse na bëhet e qartë argumenti, qoftë me imamin ton apo me imamin e dikujt tjetër, atëherë me atë që është argumenti, ai është që duhet pasohet. Që duhet pasohet dhe që duhet ndiqet. Prandaj që ne nuk duhet bëhemi fanatik pas mendimit të ndonjë imami apo të ndonjë medhhebi të ndonjë imami, përkundrazi duhet kapemi mbas të vërtetës dhe ta lëm fanatizmin pas tyre. Apo thot, qoftë thirrje për ndonjë tarikat, prej tarikatëve të sufistëve, pasi sufit kanë shumë tarikate. Çdo grup prej tyre ka tarikatin e vet dhe ka shejkhun e vet, pra ka hoxhën e vet. Ata bëhen fanatik dhe tregohen fanatik ndaj këtyre gjërave, sikurse janë Naqshbandit, Tijanit, apo Burhanit dhe Qadirit, e të tjerë veç tyre, të cilët kanë shumë tarikate. Mirë po, në Islam nuk ka degëzime dhe nuk ka ndarje. Islami është një Islam i vetëm. Muslimanët janë vëllezër dhe nuk ka në Islam dhe nuk ekzistojnë në Islam ndarje të tilla si Naqshbandi, Qadiri, Burhani e tjerë, që të gjitha këto janë prej kurtheve të shejtanit ndaj muslimanëve. Prandaj që ajo që është obligim për muslimanët është që të jenë një xhamat i vetëm, të jenë bashkuar dhe të punojnë me librin e Allahut, me sunetin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe me atë çfarë ka ardhur nga selefët e hershëm, selefët tanë të mirë. Pra që të gjitha ato që përmendëm janë prej thirrjeve të ignorancës. Dhe që të gjitha këto çështje, thot Sheikhul Islam, që të gjitha janë prej çështjeve apo prej thirrjeve të ignorancës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa man ta'azza bi'azza'i al-jahiliyya fa'idduhu bihani abihi wa la taknu." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush krenohet me thirrjet e ignorancës, thuajini atij të kafshoj organin e babait të tij dhe mos e thuani tërthorazi, po thuajani troç atij. Hadithi shumë i rëndë. Pra kjo tregon se sa e rëndë është që njeriu të krenohet me thirrjet e ignorancës. Hadith shumë i rëndë. Pra, hadithi gjithashtu tregon që një njeri i tillë që krenohet me thirrjet e ignorancës e meriton që t'i flitet me këtë gjuhë. Pastaj thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab: madje kur u grindën dy persona, muhaxhiri dhe ansari, dhe tha muhaxhiri, o ju muhaxhir, dhe ansari tha, o ju ansar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Abid-da'wa jahiliya wa ana baina adhhurikum", a me thirrjet e ignorancës vazhdoni ndërkohë që unë jam në mesin tuaj, dhe unë nxedh dhe u zemrua me një zemrim shumë të madh. Sheikh Fuzani Allahu rujt komenton dhe thot në lidhje me këtë se fjala muhaxhir është fjalë sheriatike,
nuk është fjalë që mund të kritikohet. Po ashtu dhe fjala ansar janë fjalë shariatike, është fjalë shariatike, mirë po nuk lejohet që ne ti atribuohemi ansarve apo muhaxhirëve pra duke qenë fanatik dhe duke lënë me janë të vërtetën. Por se pra muhaxhirët dhe ansarët janë vëllezër dhe ata janë xhamat i vetëm dhe ne nuk bëjmë dallim midis tyre e si pasojë ti përkatësohemi njërit prej tyre dhe ta lëm palën tjetër. Përkundrazi që të gjithë ata janë vëllezërit tanë. Pra të gjitha këto argumente që dëgjuam deri më tani e qortojnë rënd fanatizmin, qoftë fanatizmi pas mëdhëbeve, pas fisit, pas racës apo pas ndonjë vendi e kështu me radhë, e qortojnë rënd shumë atë dhe urdhërojnë që muslimani të kapet mbas vërtetës, të ndjekë të vërtetën kudo që të jetë ajo dhe të bëhet fanatik vetëm i të vërtetës. Pra të jetë pasues i argumentit. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala të na bëj dobi me këto mësime dhe na bëj për atyre që i dëgjojnë, mësojnë, kuptojnë dhe i praktikojnë. Mjaftojnë me kaq, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.